A ka humb respekti për mësuesin, apo veç na ka ndryshu definicioni autoritetit? Unë jam Anduena edhe sot po du me fol për një raport që dikur ka qenë pothuajse institucion në vete. E ai është raporti mes mësimdhënësit edhe nxënësit. Më herët, mësuesi është pas si figurë autoriteti. Nashta me ma pak frikë, ama me shumë respekt. Kur fëmia e ka përmend mësuesin shpe, prindi i ka thonë çka të ka thonë mësuesi, e jo çka të ka bë mësuesi. U kanë një farë lloj tute, ama çajo tut shpesh e ka majt kufinin. S'ka qenë ideale, as perfekte, ama kufini ka ekzistu. Ajde s'ka shpuzi, ajde i. E sot, mësuesit shpesh i duhet me menaxhu jo veç klasën, po edhe perceptimin publik, se autoriteti nuk vjen automatikisht me profesion. Duhet me i fitu çdo ditë, çdo orë, me 25 nxënësa që jetojnë epokën ku Google përgjigjet më shpejt se te. E respekti s'është më default setting, po është një opsion që duhet me u aktivizu. Edhe po, realiteti është që shumë prindër sot, për çdo problem, instinktivisht e mbrojnë fëmin. S'ka shans fëmia ja me pas fajen. E mësuesi automatikisht në bankën e të akuzuarit. Ti, po do me thonë që fuka djeli jam, por rana? Ironika, se ish dash me kuptu mo që edukimi është bashkëpunim e jo duel. Sipas raportimeve të UNESCO-s edhe OECD-s, mungesa e respektit ndaj mësimdhënësve dhe rritja e incidenteve verbale, e me raste dhe fizike, është shqetësim global. Në shumë shtete europiane, mbi 30% e mësimdhënësve raportojnë se kanë përjetu forma të mos respektit serioz ose agresion verbal gjatë karrierës. Pra jo, s'është veç tena, po është një fenomen i kohës. Kjo normalisht do me thonë që më herët krejt u kom perfekt, ka pas raste kur frika ka qenë e tepërt edhe autoriteti ka kalu na shpërsi. Student? Dhuna si shdasht me qenë korë zgjidhje. As atëherë e as sot. Ama dallimi është dikur ka ekzistu një vije qartë. Mësuesi ka qenë figura udhëhece. E sot çajo vijë thujse s'ekziston hiç. Edhe kur kufit zhduken rritet kaosi. Jo pse fëmijët janë më të këqej, po se janë më të ekspozuar, më të bombarduar me informacione, më pak të mësuar me prit autoritet pa negociu çdo rregull. E kur në shtëpi mesazhi s'është i qartë se respekto mësuesin, edhe nëse si e dakord, shkolla mbetet pa mbështetje. Respekti s'duhet me ardhë prej frikës, po as prej frikës mos po e lëndojmë egon e dikojt. Duhet me ardhë prej kuptimit që mësimdhënësi nuk është kundërshtari i fëmijës, po partneri i tij në rritje. Në fund ditës, nëse dojmë fëmijë me vetbesem, duhet edhe mësimdhënës me autoritet. Jo autoritet me frikë, po autoritet me dinjitet. Se kur mësuesi s'ka vlerë në shoqni, mesazhi që merr fëmia është i thjeshtë. Dia s'ka vlerë as ajo.